dërmjet të rësires të natës dhe dritës të shpresës, ne kremtojmë gjallin e Zotit tonë Jezu Krishti. Është një natë e veçantë, një natë që ndryshon gjithçka, sepse ne te shohim se vdekja nuk ka fund për jetën, se dashuria për Zotit është më e fuqishme se çdo frikë dhe çdo erësi. Leximit të shenjtë na kujton se Jezusi, duke u shtrirë në kryq, u bë drita për botën. Ai mori në vete dhimbje dhe mëkatet tona, dhe duke u ngjallur, na ofroi shpresën e re. Shpresë se asgjë nuk mund të shuhet. Sot fjalët e Krishtit u ngjallur nuk janë thjesht një deklaratë. Ato janë një thirrje për jetën tonë. Ato na thonë mos u ndaloni tek literimit dhe frika, por hapeni zemrat tuaja për dritën e ngjarjes. Në këtë mbrëmje, ne ndezimi edhe këshillinë e Pashkve. Ky këshilli nuk është vetëm një simbol. Ai është një kujtesë e gjallë se Jezusi është drita e botës. Drita që nuk shuhet dot. Çdo herë që ne afrohemi tek kjo dritë, të gjithë ne fitohemi të lëmë pas errësirën e mëkateve dhe të shkojmë drejt jetës së re për që Krishti na ofron. Të dashur vëllezër e motra, Pashka nuk është një kujtim e së kaluarës, por një ftesë e gjallë për të jetuar sot me gëzimin dhe besimin. Gjallja e Jezusit nuk është larg nesh. Atë është pranë çdo zemre që dëshiron paqe, dhe gjatë kësaj kohë kena shumë nevojë për paqe. Pranë çdo shpirt që kërkon falje, dhe pranë çdo besimtar që dëshiron të ecë me dritën e tij, dhe të hijmë në këtë festë me zemrat e hapura, duke pranuar gjallën e Krishtit në jetën tonë.